Zemra e Shqipërisë në kulturë, art dhe trashëgimi ishte motoja e mbrëmjes festive të organizuar në qytetin bregdetar në kuadër të Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore dhe Ditëve Europiane të Trashëgimisë Kulturore. Aktiviteti u zhvillua në mjediset e jashtme të Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, si një bashkëpunim mes muzeut dhe Qendrës Kulturore të Bashkisë Vlorë dhe Qendrës Kulturore të Fëmijëve, duke mbledhur së bashku artin, kulturën dhe historinë. Shumë e rëndësishme dhe këtë them për ata që më njohin, e dinë se sa e lidhur jam me trashëgiminë kulturore, e dinë se sa më pëlqejnë fëmijët të cilët merren me artin dhe i tipoj shumë përpjekjet e prindërve që i përcjellin fëmijët në prova, që përpiqen që të asistojnë ëndrat e tyre dhe t'i ndjekin kudo për të realizuar këto ëndra. Më bukur është kur këta fëmijë pikërisht angazhohen për trashëgimin kulturore dhe uroj dhe shpresoj që të kemi akoma më shumë evente të tilla, inkurajoj koreografët, grupet artistike që të angazhohen me fëmijët, që të bëjmë prova më shumë për kulturën, për trashëgimin ton, pikërisht me valle popullore, ata ngjajnë shumë herë dhe më bukur. Që shumë faleminderit dhe uroj që të kemi evente të tilla edhe në të ardhmen. Unë i përgëzoj komplet të gjithë për mirëseardhjen tuaj, për bashkëpunimin me Muzeun Kombëtar Pavarësia Vlorë, me bibliotekën, me Qendrën Kulturore të Fëmijëve dhe një duar trokitje dhe respekt të veçantë për të gjithë ju prindër që edukoni këta fëmijë kaq të bukur dhe kaq të mrekullueshëm. Sot jemi mbledhur për të festuar një nga ditët më të rëndësishme për historinë dhe identitetin tonë, Ditën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore Shqiptare. Trashëgimia jonë nuk është vetëm kujdes e së shkuarës. Ajo është një dritë që na udhëheq, pasuri që duhet të ruhet dhe të transmetohet brez pas brezi. Në këtë mbrëmje u prezantua një ekspozit me libra nga Biblioteka Publike Shefqet Musaraj, si edhe dokumente e fotografi që pasqyrojnë trashëgiminë e pasur kulturore shqiptare. Fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve sollën për publikun poezi, këngë dhe valle tradicionale, ndërsa një sfilat me kostume popullore e bëri atmosferën edhe më të gjallë. Organizatorët e përshkruan si një mbrëmje të paharrueshme ku emocionet, arti dhe trashëgimia u bashkuan për të kujtuar e festuar identitetin kulturor të vendit.